Bashkia e Lushnjës ka dështuar në përpjekjen për të privatizuar klubin e futbollit të qytetit pasi ankandi për shitjen e 70% të aksioneve të FK Lushnja u mbyll pas një ofertë nga investitorët. Paketa e aksioneve ishte nxjerrë në shitje me një vlerë fillestare prej afro 9.8 milion lekësh të reja, por mungesa e interesit konfirmoi vështirësitë që po kalon aktualisht klubi lushnjar. Përmes burimeve, mos interesimi i investitorëve lidhet me situatën sportive dhe financiare të skuadrës, e cila sezonin e ardhshëm do të garojë në kategorinë e dytë. Përveç kostove të larta të menaxhimit, investitorët përballen edhe me mungesën e burimeve të rëndësishme të ardhurave si të drejtat televizive, sponsorët e mëdhenj dhe përfitimet nga infrastruktura sportive, e cila vijon të mbetet në pronësi të pushtetit vendor. Pas dështimit të ankandit të parë, Bashkia e Lushnjës pritet të rishpall procedurën e privatizimit. Nuk përjashtohet mundësia e rishikimit të vlerës së paketës së aksioneve në një përpjekje për të tërhequr investitorë të rinj dhe për t'i dhënë një mundësi tjetër ringritjes së një prej klubeve historike të futbollit shqiptar.